Nga sot, kryetari i ri i Bashkisë Mati do të jetë Altin Bojni, i dalë nga zgjedhjet e 9 nëntorit. Kandidati Altin Bojni, që vinte nga Partia Socialiste, arriti të siguronte 66.5% të votave, kundrejt 28.5% të votave që mori rivali i tij i pavarur, por që mbështete nga opozita Eduard Brahilika, dhe 5% të votave që mori kandidati tjetër e pavarur Suzana Pasha. Procesi i votimit gjatë së dielës shkoi gjithi normalisht në të gjithë bashkinë e Matit, ku në të 47 qendrat e votimit nuk pati incidente apo problemet që të pengonin procesin e votimit. Numërimi i votave nisi mbrëmjen e së dielës rreth orës 22:30 dhe u mbyll në orën 7 të mëngjesit të kësaj të hëne. Për gjatë gjithë procesit të numërimit të votave nuk pati problematika, ndërkohë që ai u ndoq nga simpatizant dhe drejtues politik të dyja kaheve politike. Ne me gjithë këtë mbështetje që ne ka dhënë gjithë banorët e Bashkisë Madhe, është një përgjegjësi e madhe që duhet ta përkthejmë në shumë punë për gjithë komunitetin tonë. Që punët e mira të mos dalin në të ardhmen e on do jetë shumë e mirë dhe do vazhdojmë në këtë ritëm. Tashmë pritet që Altin Bojni i dal nga këto zgjedhje të marrë zyrtarisht detyrën në momentin që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të bëjë procedurat e nevojshme për t'i dhënë mandatin Bojnit.